të dëgjojmë qëndrime politike të qarta në lidhje me çështjen e zgjidhjes së presidentit dhe unë besoj që është mirë që këto takime janë mbajtur, këto konsultime po mbahen dhe sipas gjitha gjasave është po tregohet një maturi politike që vendit t'i jepet një president. Se kur do t'jetë president, tani mbetet të shihet, konsultimet veçse kanë filluar. Unë prap vazhdoj të qëndroj idesë dhe besimit që jo vetëm për zotin Kurti dhe për këtë spektër politik, por për Kosovën sidomos, është me rëndësi që të vazhdohet ajo që është arrit deri në këto momente përmes presidentes aktuale Vjosa Osmani. Pra, pa asnjë dyshim e them që unë besoj që i përshtatet kësaj qeverie, kësaj mazhorance pikës pari që të vazhdohet me të njëjtën kandidat për presidente, zonjën Osmani, dhe unë prap do të isha shumë i habitur nëse për çfarë do lloj arsye kryeministri Kurti apo kryetari i lëvizjes vetëvendosje do të kalkulonte interesa tjera politik dhe të ndërprente një mundësi unë besoj të mirë për Kosovën që disa punë që janë bërë deri tash dhe që mund të jenë shumë afër realizimit në ditët në vijim, të ndërpriten dhe të vihet me një kandidat tjetër dhe të zëvendësohet presidenti aktual, për çka ne gjithë e dimë që nëse në të gjitha sferat Kosova ka ngel së fundmi, në të paktën në prezencën ndërkombëtare dhe posti i presidentit ka qenë ai që përmes presidentes Osmani ka shkëlqyer në arenën ndërkombëtare pa asnjë dyshim, mund ta them. Me takimet